Kjo është një parcel toke e mbjellur me duhan këtu në fshatin Ragam, e cila rrezikon si pjesa tjetër e duhanit të vjel dhe të bërë gati për treg që të shkojë dëm. Kjo për arsye sepse fermerët kanë frikë dhe nuk kanë më kujt ja shesin, si shkak i aksionit të ndërmarrë nga doganat dhe Crown Agents për sekvestrimin e duhanit. E vetmi e ardhur për ne është shitja duhanit dhe kjo tani na është rruar pasi nuk lejohet shitja, siç e kemi shitur deri tani. Ndërsa zgjidhje nuk kemi nga askush, shprehin kështu fermerët e duhanit në rrethin e Shkodrës. Zona e Ragamit së bashku me Sheldin, të vetmin prodhim që nxjerrin në treg është duhani. Fermerët e zonës sqarojnë se për nxjerrjen në treg nga mbjellja deri në shitje duhen afërsisht 12 muaj punë intensive, në të kundërta i shkatërrohet. Ndërsa me këto aksione që po bëhet, dëmi për ta është i madh, sepse nuk kanë asnjë të ardhur tjetër. Ata shprehin se deri më sot nuk na ka thënë askush që nuk lejohet mbjellja e duhanit. A mund ta shisni kund sot duhanin? Kërkon absolutisht. Edhe kanë ra ngusht nga të punë se jetesën e kanë vetëm mikët. Mikët duhani shto. Jetesa e fëmijëve të mi këtu është. Këtë duhan bo me dal me shit, ku do të më shku në polici. Nuk na ka thënë më së mjeli të paktën. Me ba thënë më së mbjell, s'kisha mbjell, kisha qarë rrugën e kisha ikë. Unë kam na jetu për punu me këtë duhan. Zona jonë vetëm duhan bën. Asnjë bim tjetër s'pa dhahet. Kish në mbjell sa drog. Drog thojt më së për mbjell, kanë mbjell duhan. Duhan s'ta ka thënë kush më së mbjell, se së mbjell e më duhan. Ka me shku s'dim. Në veçme dekunit, unë për veti jam vetëm një mllajtin familje. Kam 3 dolim tokë, ma fije duhan jetoj. E gëri, po sot janë bloku makinat e duhan, unë s'kam go gëri. Unë nesër as buk nuk më del me hëngër, punë s'ka. S'kam ku mytëm, s'kam ku shkoj. Për të nxjerrë në treg duhet angazhimi i gjithë familjes, pa llogaritur këtu dhe tokën e pakët që kanë në dispozicion për kultivimin e duhanit, shprehen fermerët. Jemi edhe borxh ndaj shtetit për faturën e energjisë elektrike, e cila duhet paguar, pa llogaritur këtu edhe detyrimet që duhen për të mbajtur familjen. As parat e dritës kanë mi paguar, me borxh e paguaj. Kanë bërë kontratat për drita, paguaj 46.000 lekë, tarat e kam 10.000 lekë në ditë. Ku mi morë tjerat? Ishtë ndashë me vjallë. Me vjallë s'kam vjallë kur asë sa kam men. Kam me pagu dritën rrath por herë, kam me pagu 5 milion lekë, që e kam me kontratë. Vind 40.000 lekë dritën muj, me pagu për çdo muj, që jam të i pagu për çdo muj. Unë jam i detyruar tani me prish kontratën, kur duhen vinë rrath por vinë të hequn ato drita. 40.000 lekë, se pa tham 400.000 lekë, ose pa flas se na flasna me të vjetra. Gjithmonë 40.000 lekë vjetra marrë asistencë me. Asistencë na vjen një herë në 3-4 muaj. Nuk kanë kur fartorë të tjera, as edhe një. Fillen qysh për vitëri, e marrën deri ditën e fundit që ta shes. Një vit, mu marrë mas ti. Ai s'me shis dhe me nalan mo, unë veç me dekunit, vetë një mllajti. Aksioni i drejtorisë së doganave dhe i Crown Agents ndaj tregtimit të duhanit ka sjellë panik tek fermerët e duhanit, të cilët tashmë kërkojnë një zgjidhje. Vetëm gjatë aksionit të fundit në Shkodër janë sekvestruar 1.7 ton duhan refuzhi.